shiu dhe këto ngjarjet që ndodhin nuk është se na pyesin, na paraprogadisin. Asesi, të them, ne jemi të gatshëm çdo herë. Thash 2 vite prej krijimit të drejtorisë për siguri dhe emergjenca, që 3 vite ne kemi bërë investime të them të jashtëzakonshme në fushën e përgatitjes për emergjenca dhe siguri. Mbi 2 milion euro janë investuar vetëm në ngritjen e kapaciteteve teknike dhe të pajisjeve në brigadën profesionale të zjarfikësve, rritjen e numrit të zjarfikësve, krijimin e shoqatës vullnetare të zjarfikëve dhe shpëtimit dhe funksionalizimin e të them alarmit dhe identifikimit të hershëm të për kësaj problematike. Pra, kemi punuar për të 3 vite dhe duhet vazhdojmë të punojmë, por duhet kemi parasysh një gjë. Këtë e them me kompetencë të plotë që ne në vitet e fundit kemi hyrë në një cikël të pakthyeshëm të ndryshimeve klimatike dhe si pasojë e kësaj do të kemi edhe në të ardhmen kësi epizode të modit ekstrem ku vërshimet, errat e forta, por edhe zjarret fushore dhe malore që kemi pas gjatë kësaj vere nuk do të mungojnë, por do të rriten. Dhe kështu si ne si shoqëri në përgjithësi, si institucione duhet të jemi të përgatitur dhe të bëjmë më shumë investime edhe në nivel vendit që të jemi të përgatitur të dalim përballë këtyre sfidave. Nuk e di sa jemi të përgatitur për ndërtime të shumta dhe infrastrukturë që nuk e di sa e sigurt është ose ka mbuluar një qarkullim, qoftë një kanali të vogël e ka prishur atë ku mund kalojë ky ujë që vjen nga një porrua apo vjen nga një mal, ndoshta shkrihet dhe duhet kalojë dikun. E më pas përfundon dhe krijon të probleme. Me plotësisht keni të drejtë. Pra, do të thonë çdo zhvillim, çdo emergjencë apo çdo plan një vlerësimi të rrezikshmërisë duhet bazohet edhe në ndërtimin urban dhe ndërtimin e infrastrukturës që e përcjell këtë ndërtim. Ne gjithë jemi dëshmitar që Prishtina në 4-5 vitet e fundit ka përjetuar një ekspansion të madh të rritjes në të gjitha pjesët e saj, dhe si e tillë edhe ka vështirësuar edhe e ka të ngarkuar dhe infrastrukturën ekzistuese. Ne, sipas regjistrimit të fundit të popullatës zyrtar, i kemi afër 260.000 banor. Mirë, po e dim se kjo nuk është e vërteta. Ne e dim në bazë në shërbimeve që ne ofrojmë që në Prishtinë kemi banor edhe jo rezident që rrinë në numrin deri në gjysmë milionit, dhe si e tillë ngarkon jashtëzakonisht shumë edhe qarkullimin, po edhe intervenimet që ne kemi në këtë rast. Pra, duhet të rregullohet edhe infrastruktura, duhet që edhe ndërtimet të jenë bazuar në standardet të sigurisë, duke filluar nga fillimi i ndërtimit deri te pranimi teknik i ndërtesave, të cilat duhet të kemi edhe një kontroll më të rreth dhe do të kemi një kontroll më të rreth, duke filluar nga ky vit, por çka është shumë e rëndësishme është që këtu na analitet edhe bashkëpunimi i jashtëzakonshëm i qytetarëve në mos degradimin e ambientit, mos shkatrimin e shtretëve të lumenjve, hudhën e mbeturinave, të cilat pasandej po na kthehen edhe ne në bumerang kur po kemi probleme që të përballemi me këto sfida. Pra, po them, ne kemi bërë edhe paralajmërime edhe dje, gjatë tërë ditës kemi mbajtur të informuar qytetarët e kryeqytetit, kemi kërkuar që në kësi raste kur kemi emergjenca natyrore, pra fatkeqësi natyrore, vërshime të këtij lloji, dëshira të shumta, që të minimizojnë daljet jo të nevojshme, pra nuk themi që mos dalin fare, po që të minimizojnë daljet në mënyrë që edhe ekipeve tona të kryeqytetit të mundsohet lëvizje më e lehtë dhe më shpejt që të arrijmë në vendet se ku duhet të shkojmë.